Ekosistemi i fintech në Shqipëri vijon të jetë modest, por në rritje të institucioneve të licencuara të pagesave dhe paras elektronike. Sipas The Fintech Times, Shqipëria numëron rreth 22 fintech deri më tani. Përparimi i Shqipërisë në financa digjitale është i lidhur jo vetëm me inovacionin, por edhe me modernizimin ekonomik të vendit dhe trajektorin e integrimit në Bashkimin Evropian. Përfshirja financiare po përmirësohet, megjithëse ende jo e plot. Të dhënat nga Banka Botërore konfirmojnë një popullsi më të digjitalizuar se sa një dekadë më parë. Gjithashtu, shifrat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se pagesat me kartë përbënin rreth 67% të numrit të përgjithshëm të pagesave bankare vitin e kaluar, ndërsa pagesat me para elektronike janë bërë një dëshmi më e qartë e sjelljes digjitale të konsumatorëve. Sfida e Shqipërisë tani nuk ka të bëjë aq shumë me nisjen e pagesave digjitale në parim, por më shumë me zgjerimin e përdorimit të përditshëm në familje, tregtar dhe ndërmarrje të vogla dhe të mesme, shprehet The Fintech Times. Ajo që vendit mundi mungojë ende në shkallë, po përpiqet ta kompensojë përmes ndërtimit të ekosistemit. Forumi si e ardhmja fintech, pozicionuar si forumi kryesor i fintech dhe financave digjitale në Shqipëri, tregoi një përpjekje më të qëllimshme për të lidhur rregulatorët, bankat, themeluesit dhe investitorët. Kjo ka rëndësi në një treg si Shqipëria, ku platforma të tilla dhe dialogu politik mund të kenë një efekt të jashtëzakonshëm. Ekosistemi fintech i Shqipërisë në vitin 2026 nuk është përcaktuar ende nga madhësia ose thellësia e kapitalit. Ai përcaktohet nga drejtimi. Bankingu i hapur është aktiv, përshtatja me SEPA ka përparuar. Pagesat e mjeheshme po ndërtohen, pagesat elektronike po rriten, ndërsa fintechet lokale po bëhen më të dukshme brenda një ekosistemi ende të vogël, por më të strukturuar.